On today's show, pay attention to the evidence. Shtëpia Monroe, e njohur gjithashtu si shtëpia e demonit, është një nga vendet më të frikshme dhe të përfolura për aktivitete paranormale në Hartford City, Indiana. Gjatë viteve, ajo ka tërhequr vëmendjen e shumë hetuesve të fenomeneve të pashpjegueshme, të cilët pretendojnë se aty ndodhin manifestime të dhunshme dhe shqetësuese. Një video e publikuar në YouTube nga kanali Diggs Paranormal Videos shërben si dëshmi e tmerrit që ky vend mund të ofrojë. Që në minutën e parë të regjistrimit dëgjohen tinguj të çuditshëm dhe kamera kap për një çast diçka që duket se lëviz brenda errësirës së shtëpisë. Edhe pse pamjet janë të shkurtra dhe të paqarta, atmosfera është e rëndë dhe tensioni rritet me çdo sekond. Megjithatë, momenti më tronditës ndodh në fund të videos. Meqense kamera është e vendosur në një pikë fikse dhe nuk lëviz nëpër dhoma, është e vështirë të përcaktohet me siguri nëse ajo që shihet është vërtet aktivitet paranormal apo thjesht një rastësi. Pavarësisht kësaj, rënja e papritur e një monedhe, lëvizja e një çadre pa asnjë ndërhyrje njerëzore dhe tingulli i papritur i një radioje që ndizet vet janë ngjarje mjaft të çuditshme për të mbjellë dyshime serioze. Këto incidente i bëjnë shumë shikues të vënë në pikpyetje realitetin dhe të pyesin veten nëse shtëpia Monroe fshet diçka shumë më të errët se sa thjesht legjenda urbane. Një burr që po peshkonte, mbeti i habitur dhe i tmeruar kur vuri re një figurë femërore të çuditshme dhe të frikshme. Pamja e saj ishte e paqartë, por një ndjesi e fortë e tmerrit e mbërtheu menjëherë. Ai qëndroi i ngrirë për disa çaste, duke vështruar çdo lëvizje të figurës. Zemra i rrahu fort ndërsa paniku dhe frika rriteshin. Nuk guxoi të lëvizte ose të largohej, ndërsa figura vazhdonte të qëndronte në vend, duke krijuar një ndjenjë të rëndë frike që nuk do të harrohej lehtë. Çdo moment u duki të iskajshëm dhe misterios. Një burr dhe miku i tij nuk e imagjinonin se do të shihnin dhe regjistronin një shfaqje kaq të frikshme, kur vendosën të fillonin të eksperimentonin duke instaluar një kamerë CCTV përpara shtëpisë së tyre, pasi shpesh dëgjonin zëra të çuditshëm atje. Në mes të errësirës, dukej sikur kishte një figurë ulur si një person. U regjistrua me shumë qartësi një shfaqje e një figure të veshur me të bardha me sy që shkëlqenin, ulur jo shumë larg shtëpisë së burrit. Ata që e panë këtë shfaqje nga monitori u tmerruan nga qartësia dhe natyrshmëria e saj. Pamja e saj e frikshme shkaktoi panik dhe ndjenja të thella ankthi tek të pranishmit, duke lënë gjithashtu pyetje për natyrën e kësaj dukurie paranormale. Çdo lëvizje e saj dhe heshtja e natës rritën tensionin dhe tmerrin e momentit, duke e bërë eksperiencën të duket si një ndodhije pa dëgjuar dhe pothuajse reale, si të ishte një shfaqje që ekziston përtej ligjshmërisë së zakonshme të natyrës. Nama itu apakah ada hewan di atas besutan ya? Bukan. Videoja më poshtëm i përket kanalit Om Maman Man. Gjatë një eksplorimi nate, krijuesi vendosi të futet vetëm në një pyll të dendur dhe të kampojë në një shi të rrëmbyrshëm. Ai ngriti tenden e tij në një hapësirë të izoluar dhe përgatiti gjithçka për natën, duke vendosur kamerën e sigurisë për të regjistruar çdo lëvizje të pazakontë. Ndërsa pushonte brenda tendës, dëgjoi zhurma të çuditshme, sikur dikush po gërmonte dhe po lëvizte dheu shumë afër. Zemra i rrihte me shpejtësi ndërsa shikonte me kujdes kamerën e vendosur. Pa pritmas, kamera kap një dukuri që e tmeron,
Një qënje me pamje poçong shfaqet duke u hedhur mbi tendën e tij, lëvizjet e së cilës ishin të çrregullta dhe të paparashikueshme nën stuhi. Shiu godiste me forcë tendën dhe zhurmat e forta të ujit dhe erës shtonin tensionin. Fryma e ngushtë dhe errësira e pyllit bënin gjithçka më të frikshme, duke e bërë ngjarjen të duket reale dhe të paqartë. Kamera regjistronte çdo kërcim dhe çdo lëvizje të çuditshme të qenies, duke e dokumentuar tmerrin në detaje. Pamjet më pas u shpërndan dhe shkaktuan diskutime të shumta midis shikuesve, të cilët pyetnin nëse ky poçong ishte një fenomen i vërtet apo një trillim i zgjuar. Çdo detaj i kapur nga kamera duket i frikshëm dhe jo shqetësues, duke e bërë këtë video një nga më të tmerrshmet për çdo spektator. Ky incizim shfaq natyrën e papritur dhe të rrezikshme të pyllit natën, duke lënë një ndjenjë të thellë pasigurie dhe frike. Në vitin 1973, një spital psikiatrik u ndërtua për njerëz me probleme të rënda mendore, duke ofruar trajtime që ishin të ashpra për standardet e kohës. Pas shumë vitesh funksionimi, spitali u mbyll në vitet 90 për shkak të thashethemeve se disa pacient kishin vdekur pa një arsye të drejtë brenda mureve të tij. Sot, vendi është krejtësisht i braktisur dhe banorët e zonës e konsiderojnë atë të mallkuar dhe të mbushur me energji të errët. Disa prej tyre raportojnë se kanë parë shfaqje fantazmash, sidomos në zonën e njohur si Zona Roz, një pjesë e spitalit në katin e dytë ku ishin të strehuar fëmijët me probleme shumë të rënda mendore. Një influencer e njohur, Natalia, vendosi të hynte brenda së bashku me disa persona të tjerë dhe nuk kaloi shumë kohë derisa gjërat e çuditshme filluan të ndodhnin. Një zhurmë fort tronditi të gjithë grupin, duke shkaktuar frikë dhe panik të menjëhershëm. Papritmas, 3 fëmijë u pan duke e vëzhguar grupin përmes dritareve të katit të dytë, pikërisht në vendin ku fëmijët ishin mbajtur kur spitali ishte në funksion. Pamja e tyre ishte e çuditshme, e heshtur dhe shfaqja e tyre dukej sikur dilte nga një dimension tjetër. Pyetja që lind menjëherë është nëse këta janë fantazmat e fëmijëve që humbën jetën aty, të detyruar të mbeten të lidhur me vendin që dikur ishte shtëpia e tyre. Të gjithë ndjen një kombinim të frikës, trishtimit dhe kurreshtjes së fortë, ndërsa momenti u regjistrua dhe dokumentua përmes kamerave të tyre. Çdo tingull, çdo lëvizje e vogël dukeshin të egzageruara, sikur vetë spitali po reagonte ndaj pranisë së tyre. Natalia dhe shokët e saj ndjen një prani të padukshme, duke i mbajtur të tensionuar dhe duke i detyruar të reflektonin mbi historinë e dhimbshme të vendit. Pamjet e fëmijëve të heshtur, duke i vëzhguar nga dritaret, mbetën të paharueshme dhe u shndruan në një mister që të gjithë përpiqen të kuptojnë. Një kamerë si CCTV e shërbimit të pastrimit regjistron një ngjarje të pashpjegueshme. Një figurë hije vrapon drejt karrocës dhe zhduket, duke lënë pas një gjurmë të zbehtë. Ushtar nga një rajon i Brazilit u dërgua në një spital të supozuar të magjepshur. Një vend ku atrocitetet ndaj pacientëve kishin lënë një shenjë të thellë tmerri dhe mallkimi. Misioni i tyre ishte të gjenin një grup të rinj që ishin zhdukur pasi vizituan këtë vend për herë të fundit. Thuhet se kur spitali ishte në funksion, pacientët vdisnin nga dhuna ose uria, ndërsa spitali përdorej për eksperimente makabre dhe rite satanike. Edhe sot, njerëzit raportojnë dëgjimin e ulërimave dhe vajtimeve dhe disa pretendojnë se kanë parë një krijesë demonike që ha njerëz. Fatos e Misterios hyn brenda për të dokumentuar këtë dukuri të frikshme.
Një burr në mesnat hyri në panik dhe frikë kur pa shfaqjen e një dore shumë të madhe dhe të mbuluar me qime të zeza që po hynte nga ventilimi mbi derën e shtëpisë së tij. Dora e madhe dhe e shkurtër dukej sikur po përpiqej të arrinte dorezën për të hapur derën. Pamja e saj e tmerrshme dhe e pazakontë shkaktoi një frikë të thellë tek burri, duke e lënë atë në panik të plotë. Ai nuk mund të besonte se po shihte një dukuri kaq të frikshme përpara syve të tij. Çdo lëvizje e dorës dhe heshtja e natës rritën tensionin dhe tmerrin e momentit. Një gjuetar fantazmash që po eksploronte një vend të tmerrshëm u paralizua nga frika kur një figurë frikshme u shfaq pas tij. Video tregon qartë si fytyra e tmerrshme e kësaj figure shfaqet menjëherë pas burrit. Ai, duke ndjer papritmas se trupi i tij nuk mund të lëviz, qëndroi i ngrirë në vend, duke përmbajtur frikën e tij. Pamja e papritur e kësaj figure rriti tmerrin dhe tensionin, duke e lënë të shokuar dhe të pafuqishëm për të reaguar. Një llogari në TikTok publikoi videon e asaj që mund të konsiderohet se ishte seanca më e frikshme dhe më e rrezikshme spiritiste që është parë ndonjëherë. Ngjarja ndodhi në Brazil, ku një grup njerëzish të përkushtuar ndaj paranormales përpiqeshin të ndihmonin një grua e cila po torturohej nga një shfaqje fantazmike. Ata kishin përvojë dhe ishin ekspert në trajtimin e fenomeneve të pazakonta, por as ata nuk mund të parashikonin intensitetin e tmerrit që do të përjetonin. Ndërsa përpiqeshin të kontaktonin shpirtin dhe të qetësonin energjinë e keqe, gjërat u përkeqësuan papritmas dhe aktiviteti paranormal u bë shumë më i fuqishëm dhe i frikshëm. Drita u fik, objekte u lëvizën vetë dhe zërat e çuditshëm mbushën dhomën. Pamjet e regjistruara trebojnë frikën dhe panikun e të gjithë atyre që ishin të pranishëm, duke i bërë ata të kuptojnë se ndonjëherë forcat e padukshme mund të jenë më të fuqishme se çdo ekspert. Kjo video u bë virale, lënë shikuesit me një ndjenjë të thellë frike dhe kurioziteti mbi atë çfarë ndodhi në të vërtetë. Ngjarja u zhvillua në Japoni dhe filloi si një natë krejtësisht e zakonshme. Dy burra që jetonin së bashku në të njëjtin apartament po flinin kur, papritur, u zgjuan nga një sër zhurmash të pazakonta që vinin nga brenda banesës. Fillimisht, menduan se mund të ishte ndonjë objekt që kishte rënë ose ndonjë kafsh, por tingujt u bën gjithnjë më të çuditshëm dhe shqetësues, duke i mbushur me një ndjenjë ankthi të pashpjegueshëm. Të shtyrë nga frika dhe kureshtja, vendosën të ngriheshin dhe të kontrollonin se çfarë po ndodhte. Ndërsa lëviznin në errësirë, nuk ishin as pak të përgatitur për pamjen që do t'u shfaqej para syve. Një burr i panjohur, me pamje teje të frikshme dhe lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, dukej sikur kishte hyrë në apartament pa u vënë re. Prania e tij ishte e ftohtë dhe kërcënuese, por përpara se ata të mund të reagonin ose t'i drejtonin ndonjë pyetje, figura u zhduk në mënyrë misterioze. Ata kontrolluan çdo dhomë, çdo cep dhe çdo derë, por nuk gjetën asnjë gjurmë që të shpjegonte se kush ishte ai njeri ose si kishte hyrë dhe dalë. Kjo ngjarje ngriti shumë pyetje pa përgjigje. A ishte ai një person real, një ndërhyrës i pazakontë, apo diçka që sfidon logjikën? Pse kishte një pamje kaq të çuditshme dhe mbi të gjitha si u zhduk pa lënë asnjë shenjë? Si gjithmonë, interpretimi mbetet në dorën tënde. Një fenomen i pashpjegueshëm i kapur rastësisht nga kamera apo një mashtrim i menduar me kujdes për të krijuar frikë. Vendimi përfundimtar është i yti. Ignoranca është lumturi, dhe ndonjëherë është më mirë që disa gjëra të mbeten të padukshme për syrin njerëzor.
Kjo video u publikua në subredditin e naruesit Chills nga përdoruesja Miss Tittle dhe u filmua në hotelin e përhumbur Queen në San Francisco, fillimisht i postuar në YouTube në mars të vitit 2020. Tren shtruan se prej vitesh ka dëgjuar histori rrëqethse dhe ka parë video hetimesh paranormale, gjë që e ka bërë më të vetëdijshme për rrethinën e saj. Hoteli Queen ka një histori të errët. I vendosur në Sutter Street, fillimisht u ndërtua si një internat për vajza dhe thuhet se përhumbet nga ish-drejtoresha Mary Lake. Zyra e saj, dhoma 410, konsiderohet më e përhumbura në të gjithë ndërtesën. Ajo që ngarkoi videon rezervoi pikërisht këtë dhomë për natën dhe për t'u përgatitur bleu një kamerë termike FLIR për iPhone-in e saj. Ajo thekson se hoteli ishte i bukur dhe nuk ndjeu asgjë shqetësuese derisa përdori kamerën termike në dhomën 410. Ajo e testoi pajisjen mbi bashkëshortin, prizat elektrike dhe tubat e ujit. Kur hyri në banjë dhe drejtoi kamerën drejt perdes gjysmë të mbyllur të dushit, ajo pa një figurë pranë saj që dukej sikur doli nga pas perdes. Në pamje, shihet reflektimi i saj termik dhe pranë tij një tjetër figurë me madhësi të plot. Mund të ishte vetë Mary Lake. Më vonë, duke parë fotot e dhomës, ajo zbuloi edhe një fytyrë të frikshme në tapet. Një burr me emrin Jos Robellet publikoi një video në TikTok duke dokumentuar një aktivitet të vërtet friksues në shtëpinë e tij. Në fillim të videos, Jos shpjegon se sapo kishte ardhur nga puna dhe thekson se absolutisht nuk duhet të kishte asnjë njeri në shtëpi në ato orë të ditës. Megjithatë, ai përmend se sapo arriti tek rruga hyrëse, diçka e befasoi menjëherë. Askush në shtëpi, askush fare. Okej, kontrollojeni. Në video, mund të shihni një figurë të errët, qartë të dukshme, duke parë nga dritarja e shtëpisë së Jos. Kur ai vrapon brenda për të hetuar disa momente më vonë, nuk gjen asgjë. Pa shenja hyrje të detyruar, pa prani të vazhdueshme. Është sikur figura të kishte zhdukur në ajër, sikur kurrë nuk kishte qenë aty vërtet. Në videon e dytë, e ngarkuar më vonë, Jos thjesht përpiqet të relaksohet kur dëgjon goditje të forta që vijnë nga një vend poshtë. Natyrisht ai merr telefonin për të dokumentuar atë që po ndodh dhe gjërat bëhen edhe më të frikshme. Një kalit i vogël lëvizës për fëmijë fillon të lëviz vet. Video përfundon pak më vonë, duke na lënë me më shumë pyetje se sa përgjigje. Kur të kombinohen të dyja pjesët, ato tregojnë një pamje mjaft shqetësuese. Është një gjë të shohësh një figurë misterioze në një dritare, por pastaj të kesh aktivitet fizik, zhurma, drita dhe objekte që lëvizin vet, kjo sugjeron se mund të jetë më shumë se një episod i thjesht i aktivitetit mbinatyror, qoftë diçka demonike ose diçka jashtëzakonisht e qëndrueshme. Nuk mund t'i fajsohet Jos nëse vendos të paketojë dhe të largohet përgjithmonë. Disa shikues kanë spekuluar nëse kjo mund të jetë një trillim, por nuk ka asgjë përfundimtare që mbështet këtë ide. Gjithsesi, besoni apo jo, nuk mund të mohohet atmosfera shqetësuese që transmetojnë këtë video. Shpresojmë që Jos të ketë gjetur mënyrën për të pastruar shtëpinë e tij ose të zhvendoset në një vend shumë larg. Çfarë mendoni se po ndodh këtu? Diçka mbinatyrore apo diçka krejtësisht tjetër? Lëreni mendimin tuaj në komentet më poshtë.
Një burr që punonte turnin e natës në një minier, mbeti i tronditur dhe i friksuar pasi pa shfaqjen e një figure të ngjashme me një pokong gjatë një stuhie të fortë. Sipas tij, shiu binte me intensitet dhe era përplaste degët e pemëve, kur papritur vuri re një siluet të bardhë pranë shkurreve, jo shumë larg vendit ku ndodhej. Ai qëndroi ngrirë për disa sekonda, duke u përpjekur të kuptonte nëse ajo që shihte ishte reale apo thjesht një iluzion i krijuar nga errësira dhe moti i keq. Kamera arriti të regjistrojë praninë e palëvizshme të asaj figure me zbimësisë, pranë pemëve, duke i sikur po e shikonte drejtë në sy. Burri tregon se këto shfaqje ndodhin shpesh në zonën ku punon dhe se punëtorët e tjerë kanë përjetuar situata të ngjashme. Ai madje beson fort se njerëzit dhe këto qenie bashkëjetojnë në të njëjtin hapësirë, edhe pse jo gjithmonë mund t'i shohim. Shiko me vëmendje. Një ngjarje e çuditshme u kap rastësisht kur një grua bëri një fotografi për kënaqësi, ndërsa disa nëna po zhvillonin një akt fetar. Në imazh duket një figurë femërore jashtëzakonisht e çuditshme dhe friksuese. Fytyra e saj duket e bardhë dhe e zbetë dhe qëndron e ulur dhe pa lëvizshme, pa asnjë shprehje, pas grave që ishin mbledhur aty. Pamja e saj e tmerrshme dhe e papritur krijon një ndjesi frike dhe habije tek shikuesi, duke e bërë momentin e fotografisë të duket si një përvojë mbinatyrale. Nuk ka asnjë shenjë se dikush e ka vendosur atë aty qëllimisht. Një burr me emrin Jordan Bowen po kalonte një ditë të zakonshme kur tha se po regjistronte një video në Snapchat për ta dërguar te një nga miqtë e tij dhe vuri re diçka shumë të çuditshme në skajin e syrit të tij. Duke rimarrë videon dhe duke e ngadalësuar pak, mund të shihet ajo që duket si një lloj figure të zezë që lëviz shpejt mbi tokë, duke u dukur se kalon nga dera e djathtë drejt një dhome tjetër. Jordan duket i qetë dhe i përqendruar në atë moment, gjë që është mjaft befasuese, veçanërisht duke marrë parasysh errësirën e vendit ku ndodhej. Shumica e njerëzve me siguri do të ishin larguar duke bërtitur, dhe me të drejtë. Një shpjegim mund të jetë se kjo mund të jetë një hije e hedhur nga dikush ose diçka që lëviz jashtë kornizës, e zgjatur dhe e deformuar shkurt për shkak të ndriçimit të ulët dhe ekspozimit të kameras. Nga këndvështrimi një besimtari, ajo që e bën klipin shqetësues është sa kompakte dhe me qëllim duket figura, duke u zhvendosur nga një derë te tjetra, në vend që të zhduket ose të shndrohet. Figurat hije shpesh përshkruhen duke filluar të ulta dhe shpejt, duke krijuar një ndjesi të pasigurisë dhe tmerri për ata që i shikojnë. Në qershor të vitit 2019, një kanal në YouTube i njohur si Satkill 3.23 publikoi një video që shfaqte një punëtor mirëmbajtje gjatë turnit të natës në një hotel pranë zonës Riverwalk në San Antonio. Që në momentet e para, vendi dukej jashtëzakonisht shqetësues. Hoteli dukej qartë i lënë pas dore nga koha, me korridore të zymta dhe dhoma që reflektonin një ndjenjë ftohtësie dhe trishtimi. Atmosfera e rëndë jepte gjithë ndërtesës një ndjesi të frikshme dhe të pakëndshme. Videografi ecën ngadalë nëpër një nga dhomat, duke vëzhguar me kujdes çdo cep, kur papritur, pas një paralajmërim, disa objekte fillojnë të lëvizin vetë. Ky moment e lë atë plotësisht të ngrirë nga frika. Aktiviteti i çuditshëm vazhdon për rreth 10 sekonda, përpara se videoja të ndërpritet papritur. Edhe pse klipi është i shkurtër dhe pa shumë veprime, shumë shikues e konsiderojnë ende jashtëzakonisht shqetësues. Të shohësh objekte që lëvizin pa arsye në një hotel të degraduar ka bërë që disa të besojnë se mund të jetë një prani e ngjashme me një poltergeist, sidomos për shkak të mënyrës së dhunshme dhe të papritur të lëvizjes. Të tjerë mendojnë se gjithçka mund të jetë skenuar, pasi kamera nuk tregon atë që ndodhet jashtë fushës së shikimit. Sidoqoftë, përjetimi i diçkaje të tillë gjatë një turni nate i vetëm do të ishte mjaftueshëm për të friksuar këdo.
Në subredditin Crypted IQ, një përdorues me emrin Kenneth Primet 1577 ndau një video që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve në internet. Pamjet tregojnë një ngjarje tepër të pazakontë që ndodh në një vendodhje të panjohur. Edhe pse nuk është e mundur të përcaktohet saktësisht se ku është regjistruar videoja, mjedisi duket se ndodhet pranë një shpelle ose një hapjeje shkëmbore natyrore. Që në fillim, pamja krijon një ndjesi misteri dhe pasigurie. Në video, shihet një krijesë me pamje të çuditshme që del ngadalë nga ajo që duket si hyrja e një shpelle. Figura është mjaft e gjatë, me trup të hollë dhe mbuluar me një lloj qimesh të çelta, ndoshta të bardha. Shumë shikues besojnë se kjo mund të jetë një paraqitje e kriptidit të rrallë të njohur si Dogman. Një nga aspektet më interesante është mënyra se si lëviz krijesa. Sipas personit që ngarkoi videon, lëvizjet e kokës dhe ecja e saj duken disi të çrregullta dhe jo plotësisht të lëmuara, gjë që për disa e bën më pak të besueshme se është diçka e krijuar në mënyrë digjitale. Megjithatë, skeptikët nuk janë të bindur. Pa kontekst të qartë, është e vështirë të përjashtohet mundësia që të jetë një person i veshur me kostum, një skene inskenuar, apo edhe pamje të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, ose CGI. Ata gjithashtu theksojnë se videoja është e shkurtër dhe e filmuar nga larg, çka e vështirëson vlerësimin e përmasave, ndriçimit dhe detajeve. Megjithatë, kombinimi i ambientit, përmasave të krijesës dhe mënyrës së pazakontë të ecjes vazhdon t'i lërë shumë njerëz të hutuar. Në korrik të këtij viti, një taksist po kalonte qetësisht rrugët e qytetit të tij, kur papritmas ndodhi diçka shumë shqetësuese. Aty atë natë, po kaloni një pjesë të rrugës mjaft të çuditshme, ku u friksuan plotësisht dhe gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë të makinës. Të gjithë në automjet u kapën nga paniku, kur papritmas një grua e çuditshme veshur me të bardha u shfaq duke endur në mes të rrugës së errët dhe të braktisur. Shoferi foli për atë që ndodhi, duke thënë se gjatë më shumë se 20 vitesh pune si taksist, nuk kishte parë kur një ngjarje kaq të çuditshme dhe shqetësuese. Ai beson se kjo mund të jetë një shfaqje e vërtetë e një fantazme. Një banor që po kalonte pranë shtëpisë fqinjit në mesnatë, ndalon për një moment kur sheh një pocong në verandën e shtëpisë. Ai ndjen një dridhje të papritur, por gjithashtu ndjen kuriozitet për të kuptuar pse figura qëndron aty dhe çfarë do të bëjë më pas. Ai afrohet pak dhe e vëzhgon me kujdes çdo detaj, duke u përpjekur të mos humbas asgjë. Pocongu qëndroni pa lëvizshëm përballë derës së shtëpisë, ndërsa brenda banorët e shtëpisë po shikojnë televizion. Banori që regjistron nga larg nuk mund të ndërhyjë. Ai qëndron në heshtje dhe shikon çdo lëvizje të mundshme. Një ndjesi e përzier e frikës dhe kuriozitetit e mbush ambientin, ndërsa çdo detaj i veshjes së pocongut, hapat e tij të ngadalt dhe mënyra se si ai qëndron pranë derës krijojnë një pamje të frikshme. Kamera regjistron gjithçka me qartësi, duke kapur çdo nuancë të veprimit të tij të heshtur dhe mister. Ndërsa minutat kalojnë, tensioni rritet dhe banori shikon me kujdes se çfarë do të bëjë figura më pas, duke ndjerë një kombinim frike, dridhjellje dhe kurioziteti që e mban në pritje të pafund.